po në këto 20 vitet e fundit që zgjidhja atyre që të largohen nga Shqipëria është zgjidhja më gabuar që kanë bërë. Vota është një ndër shpresat e çdo qytetari në demokraci. Ti ke 4 vite për ta vlerësuar një qeveri, nëse është më të vërtet, siç e ka për shembull Gjermania, marrim një shembull. Gjermanët mas 4 vitesh hapin portofolin dhe nëse ka €1 minus në portofol me 4 vite më parë, atë qeveri se votojnë më. Dhe këtë duhet bëjnë qytetarët. Pra, vota është e vetme shpresë që këto kanë. Një ndër president më të mëdhenj të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Abraham Lincoln, le ka thënë para 165 vitesh, vota ka forcën e një plumi. Ajo vret sa një plum. Por me një plum mund vrasësh vetëm një armik. Kurse me një vot ti vret të ardhmen e fëmijëve tu, siç që kanë bërë prindit tonë sistematikisht, sepse votojnë duke na larguar ne. Kanë votuar ndër vite duke larguar fëmijët e tyre. Kanë votuar të njëjtit figura. Votuam Sali Berishën në 92-shin dhe u largova unë me motrën e madhe. Votuam Fatosnanën në 2000, u largua vllai dytë me motrën tjetër. Votuam me Dinamën në 2013, që isha edhe unë në pjesën e këtë faj kolosal, por ideja për të pas një rotacion, për të larguar një qeveri të korruptuar dhe për të pas një qeveri tjetër, ishte plot bindse, sikur e kam sot. Dhe u largua dhe vllai fundit nga Shqipëria. Pra, 5 fëmijë të familjes tonë u larguan fal këtyne 3 individëve. Si mundet sot një qytetar i Shqipërisë të konceptojë votën e tyre për zotin Berisha dhe të kthehemi 97-s, t'i kthehemi Gërdecit, t'i kthehemi 21 janarit, t'i kthehemi portofolit Metës, t'i kthehemi sa ngjarjeve tjera. Sa ndjerë, si mund ta votojmë me Edi Ramën ne, kur në këto 12 vite asgjë më tepër s'ka bë, vetëm ka dorëzuar pushtetin krimit organizuar oligarkëve. Dhe sot ky ka vetëm qelsat e Karsë. Është një kukull që del aty dhe e ka kthyer me barsaleta fushatën me ofendime, talli me qytetarët, talli me nënat shqiptare, talli me baballar shqiptarë, talli me vëllezërit e motrat shqiptare.